Siç e dini, Instituti GAP ka monitoruar fushatën e kaluar zgjedhore për zgjedhjet lokale, te pjesa e premtimeve dhe programeve elektorale, me qëllim të evidentimit dhe listimit të premtimeve që kandidatët përkatësisht kryetarët japin para qytetarëve dhe opinionit në përgjithësi. Na lejoni të themi që fal punës dhe angazhimit të Institutit GAP është bërë mundur që kandidatët përkatësisht kryetarët të jenë më të vëmendshëm gjatë dhënies së premtimeve të tyre elektorale dhe të dhënat flasin që tani më kryetarët po japin premtime të cilat lidhen drejt për drejti me problemet e qytetarëve, të qytetit dhe të lokaliteteve përkatëse. Në zgjedhjet lokale që lan pas, për pozitën e kryetarit komunës kanë ngaruar 185 kandidat. 165 për tyre kanë qenë kandidat që janë propozuar nga ana partive politike, ndërkaq 20 të tjerë kanë synuar marrjen e kësaj pozite nëpërmjet iniciativave qytetare apo edhe si kandidatë të pavarur. Nga 38 kryetar komunash që janë zgjedhur, vetëm 17 nga ata kanë pasur program të shkruar elektoral, llogaritur nga mandati i kaluar përkatësisht nga zgjedhjet e parafundit të vitit 2021, kur kishim 24 kryetarë që kishin program të tyre elektoral, tani më në këto zgjedhje GAP ka evidentuar që vetëm 17 për tyre kanë pasur program të shkruar, që ka flet për një rënje të programeve elektorale që kryetarët e komunave kanë përgatitur dhe paraqitur para qytetarëve. Po ashtu, edhe në këto zgjedhje është përcjellur nga fakti që në 10 komunat e banuara me popullat shumicë serbe nuk ka pasur fushat aktive elektorale dhe kandidatët përkatësisht kryetarët potencial që kanë synuar marrjen e pozitës kryesore në komunë nuk janë përfaqësuar as në për debate televizive, e përrjedhoi Instituti GAP ka pasur të pamundur të listojë ose evidentojë ndonjë premtim përkatës në këto komuna. Përveç komunave të banuara me popullat shumicë serbe, premtime nuk janë evidentuar as në komunën e Skënderajit dhe as në komunën e Mamushës. Ndonse edhe në Skënderaj dhe në Mamush janë evidentuar aktivitete elektorale, por nuk janë evidentuar premtime përkatëse elektorale. Sa i përket shtrirjes aktuale politike të komunave, ashtu siç e dini, nga 7 komuna kanë vetë vendosja LDK-ja dhe PDK-ja, 10 komuna i ka lista serbe, 5 komuna udhëhiqen nga kandidatë që kanë fituar nga Aleanca për Armërinë e Kosovës, 1 komunë udhëhiqet nga Nisma Social-Demokrate dhe 1 komunë udhëhiqet nga Partia Turke e Kosovës. Duke vënë theksin tek premtimet elektorale, nga 38 komuna përkatësisht nga 26 sa kanë dhënë gjithsej premtime për mandatin 2025-2029, gjithsej Instituti GAP ka evidentuar 1683 premtime. Pra, janë 1683 premtime që janë evidentuar dhe janë listuar dhe janë konfirmuar si tilla nga ana Institutit GAP për mandatin 2025-2029, llogaritur me mandatin e kaluar, kemi 132 premtime më pak se sa mandatin e kaluar. Nga komunat që kanë shënuar rritje më të madhe në dhënien e premtimeve, është komuna e Lipjanit, e Deçanit, e Fushë Kosovës, e Ubiliqit, e Drenasit dhe e Podujevës. Lipjani ka shënuar rritjen më të madhe, mandatin e kaluar i ka pasur 62 premtime, ndërkaq tani i ka 170. Fushë Kosova i ka pasur 35 premtime, tani i ka 110. Ubiliqi i ka pasur 69 premtime, tani i ka 104. Drenasi i ka pasur 37 premtime, tani i ka 88. Dhe po këtë numër e mban edhe komuna e Podujevës me 88 premtime nga 61 sa ka pasur mandatin e kaluar. Nga ana tjetër, rënien më të madhe të numrit të premtimeve sipas komunave ka shënuar Prishtina nga 206 në 115 dhe rënjet e numrit të premtimeve ka edhe në komunën e Klinës, në komunën e Shtimjes, në komunën e Malishevës dhe në komunën e Prizrenit. Por shikuar numerikisht për këtë mandat 2025-2029, numri më të madh premtimeve e mban komuna e Lipjanit, pastaj vjen e Deçanit, e Prishtinës, e Fushë Kosovës e kështu me radhë. Ndërkaq numri më të vogël premtimeve ka dhënë kryetari i Malishevës, i Suharekës dhe i Dragashit. Shikuar sipas fushave, numri më i madh i premtimeve është dhënë në fushën e infrastrukturës dhe në fushën e arsimit. Përkatësisht në fushën e infrastrukturës janë dhënë 381 premtime,
në fushën e arsimit janë dhënë 310 premtime. Pastaj renditët fusha e shërbimeve publike me 184 premtime, fusha e kulturës me 129 premtime, fusha e sportit me 112 premtime, çështjet sociale, bujësia, ekonomia janë të parafërta për nga numri i premtimeve që janë dhënë, parafërsisht ose mbi 100 premtime, ndërkaq më së paku premtime janë dhënë në fushën e urbanizmit dhe në fushën e administratës me nga 50 premtime. Fokusi tek fusha, tek premtimet, nxjerr në pa që infrastruktura rikthehet si prioritet të komunat. Përderisa në mandatin e kaluar kishim shërbimet publike që ishin prioritet i komunave, tani më kemi infrastrukturën e cila është rikthyer si prioritet për komuna. Arsimi dhe çështjet sociale gjithashtu kanë marrë një vëmendje të madhe të kryetarëve të komunave sa i përket premtimeve, ndërkaq që ekonomia, kultura, bujësia, administrata kanë shënuar rënje. Shëndetësia dhe urbanizmi mbeten relativisht të qëndrueshme llogaritur me mandatin e kaluar. Premtimet që janë dhënë në fushën infrastrukturës janë natyrisht të ndryshme, varësisht nga natyra e premtimit dhe varësisht edhe nga komuna. Por premtimi më i madh që është dhënë në fushën infrastrukturës është në komunën e Prishtinës, ku është premtuar ndërtimi i unazës së jashtme të kryeqytetit. Ndërkaq në komuna tjera dominojnë premtimet siç është zgjerimi, rregullimi, riasfaltimi apo asfaltimi i rrugëve, trotuarëve, ndërtimi i urave, shesheve, bulevardeve dhe impianteve. Për dallim nga mandati i kaluar ose mandatet e kaluara, në këtë mandat karakteristikë është që tek fusha e infrastrukturës janë dhënë pak premtime sa i përket çështjeve të kanalizimit dhe çështjeve të ujësillësit. Në fushën e arsimit dominojnë premtimet si ndërtimi dhe krijimi i qerdheve, aplikimi i mësimit tërditor, trajnimi i mësimdhënësve, dhënia e bursave, digitalizimi i procesit mësimor, aplikimi i inteligjencës artificiale në mësimdhënie, rregullimi i kabineteve, laboratorave dhe hapësirave shkollore, si dhe aplikimi i mësimit dual. Në fushën e ekonomisë dominojnë premtime si mbështetja për startup, subvencionimi ndërmarrjeve prodhuese dhe proponuese, lehtësira administrative, krijimi i zonave ekonomike, organizimi i forumeve ekonomike dhe panajireve specifike. Në fushën e shëndetësisë dominojnë premtimet si zonimi i shërbimeve shëndetësore, mjeku familjar, vizita të rregullta mjekësore për pensionistët të moshuar, zgjerimi i shërbimeve dhe oraret e shërbimeve shëndetësore, rregullimi i kushteve të punës për mjek dhe pacient. Në fushën e bujqësisë nuk ka ndryshime sa i përket mandateve të kaluara, por nga natyra e premtimeve që janë dhënë, përgjithsisht dominojnë premtimet si ofrimi i granteve, subvencioneve, trajnimeve, ofrimi i pajisjeve e kështu me radhë. Në fushën e shërbimeve publike, për dallim nga mandatet e kaluara, dominon premtimi përkatësisht orientimi i komunave për të krijuar ndërmarrje lokale, publike lokale, dhe po ashtu, domethënë, karakteristikë të kjo fushë e premtimeve është zgjerimi dhe menaxhimi i mbeturinave, trajtimi i ujrave të zeza, si dhe rritja e hapësirave të gjendeve. Në fushën sociale janë dhënë premtime si ndërtimi i qendrave të strehimit për të moshuar pensionist, fëmijë braktisur, për raste të dhunës në familje, e deri te mbështetja kategorive të caktuara, qoftë me shërbime, qoftë me investime. Siç tham më lart, fushat ku më së paku janë dhënë premtime është fusha e urbanizmit dhe fusha e administratës. Në fushën e urbanizmit kryesisht dominojnë premtimet për plane zhvillimore, plane sektoriale, harta zonale, fillimi ose vazhdimi i legalizimeve, si dhe hartimi i planeve specifike teknike dhe urbanistike. Në fushën e administratës dominojnë premtimet si ofrimi i shërbimeve më të lehta, më të shpejta, më të thjeshta për qytetarët, e deri te zotimi i kryetarëve të komunave për rritjen e rolit të gruas në vendimarrje. Shikuar sipas subjekteve politike. 7 komuna që udhëheq lëvizja vetëvendosje janë të evidentuara 563 premtime elektorale. Nga 7 komuna të cilat i udhëheq Lidhja Demokratike e Kosovës janë të evidentuara 474 premtime elektorale. Nga 7 komuna të cilat i udhëheq përkatësisht nga 6, sepse në Skënderaj nuk kemi premtime, PDK-ja ka dhënë përkatësisht komunat e udhëhequra nga PDK-ja kanë dhënë 344 premtime. 20 premtime i ka dhënë komuna e udhëhequr nga Nisma, ndërkaq Aleanca për Armërinë e Kosovës përkatësisht 5 komuna të udhëhequra nga ky subjekt politik
janë dhënë 282 premtime elektorale. Gjatë këtij mandati nuk janë evidentuar premtime që dalin jashtë kompetencave komunale. Kjo është risi dhe po ashtu konsiderojmë që është rezultati i punës dhe angazhimit të Institutit GAP për të monitoruar e përditësuar premtimet zgjedhore, sepse në këtë formë është rritur vetdia dhe vetëdijësimi edhe i kandidatëve përkatësisht kryetarëve që të japin premtime vetëm në kuadër të kapaciteteve të tyre edhe ligjore, por edhe buxhetore. Përkatësisht janë dhënë disa premtime nga kryetarët e komunave, të cilat do të mund të realizohen vetëm në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës. Premtimet e tilla janë si ndërtimi i unazave, tranziteve, krijimi i zonave biznesore ose zonave ekonomike, hartimi i planeve zhvillimore ose sektoriale, si dhe themelimi i ndërmarrjeve publike lokale. Këto janë premtime ose natyra e premtimeve të cilat do të mund të realizohen vetëm me ndihmën qoftë procedurale, qoftë edhe financiare nga ana e qeverisë. Instituti GAP do të filloj nga viti i ardhshëm të përditësoj këto premtime elektorale me baza djetore, me qëllim që t'i tregojmë opinionin se sa kryetarët e komunave po e mbajnë fjalën që ja u kanë dhënë para tyre, dhe të njëjtën kohë do të bëjmë përditësimin për të i mbajtur përgjegjës kryetarët e komunave për fjalën që ja u kanë dhënë qytetarëve. Jo vetëm mandatin e kaluar 2021-2025, por edhe mandatet paraprake 2017, 2021 dhe 2013-2017, Instituti GAP ka monitoruar dhe përditësuar premtimet elektorale dhe në gjitha rastet ka dalur që mesatarja e realizimit premtimeve ka qenë rreth 55%. Pra, ne tani nuk guxojmë të paragjykojmë sa do të jetë ky rezultat në fund të këtij mandati. Natyrisht, puna e Institutit GAP dhe arsyeja e përditësimit këtyre premtimeve është që t'i bëjmë presion kryetarëve të komunave që t'i realizojnë premtimet elektorale. Pra, ne dëshirojmë që të realizohen të gjitha dhe ne konsiderojmë që premtimet janë dhënë për të realizuar. Ndërkaq nga e kaluara del që mesatarja e realizimit premtimeve ka qenë afër 55%. Siç thash paraprakisht, komunat japin, përkatësisht kryetarët e komunave japin premtime të natyrave të ndryshme dhe japin premtime numerikisht ndryshe nga komuna në komunë. Ka komunë e cila i ka dhënë 20 premtime, siç është në këtë rast komuna e Malishevës, dhe ka komunë e cila i ka dhënë 170 premtime, siç është në këtë rast komuna e Lipjanit. Krahasimi mes 20 dhe 170 në këtë rast është i pamundur, e përrjedhoi Instituti GAP nuk bën krahasime dhe kategorizime të kësaj natyre, por ne i tregojmë opinionin përfshir mediave, ekspertëve, të tjerëve që sa kryetari i komunës po i realizon premtimet. Mesatarja e realizimit premtimeve në nivel të vendit në mandatet e kaluara ka qenë rreth 55%.